Shumë njerëz më kanë pyetur në komente, nëse Jezusi është Zot, kujt ju lut ai? Edhe kjo është një pyetje e mirë, në fakt do doja ta sqaroja për gjithë ata që e kanë këtë pyetje. E para, që do doja të shpjegoja është kjo në fakt. Ne krishterët nuk besojmë që një njeri u bë Zot. Ne nuk besojmë që Jezusi filloi si një njeri dhe më pas u ngrit në një nivel hyjnor. Kjo do ishte blasfemi. Ajo që ne besojmë dhe ajo që Bibla na mëson fakt është se Perëndia u bë njeri. Ai zbriti nga lartësia e lavdisë dhe mori trajt njerëzore, u bë si ne, duke filluar këtë udhëtim njerëzor që nga ngjizja. Edhe shumica njerëzve në fakt ngecin këtu. Edhe nuk ka mundësi, thonë ata në fakt, që Perëndia të marrë trajt njerëzore. Edhe nëse mendon kështu, atëherë Perëndia që ti ke në mend është i kufizuar, edhe nuk mund të bëjë gjithçka. Perëndia që un kam mend në fakt mund të bëjë gjithçka. Ai mundet edhe të marrë një trajt njerëzore duke u bërë njeri. Kjo nuk do të thotë që Perëndia në trup njerëzore nuk është më i kudogjendshëm. Jo, ai është i kudogjendshëm dhe por në të njëjtën kohë ai e zbulon veten e tij përmes Jezusit në tokë. 100% njeri, 100% Perëndi, jo 50-50. Ai është plotësisht Perëndi dhe plotësisht njeri. Tani si njeri ai hëngri, piu, u lol, flinte, punonte si marangoz, madje qau, u gëzua, u mërzit. Por një gjë nuk e bëri kurrë ndryshe nga gjithë njerëzit e tjerë. Nuk mëkatoi, edhe po u lut. Dhe nuk lutej sepse i mungonte diçka si Zot, por sepse po na tregonte ne në fakt se si duhet jetojë një njeri i vërtet, i përulur dhe i bindur ndaj Perëndisë. Prandaj në Bibël në fakt Jezusi quhet edhe biri i njeriut dhe biri i Perëndisë, dhe shpesh këtu njerëz më komentojnë fakt si mund thoni juve që Perëndia ka fëmijë, duke i referuar fjalës bir. Por askush nga ne nuk beson që Perëndia ka fëmijë. Dhe fjala bir është një titull që tregon prejardhjen e Jezusit. Kur themi biri i njeriut, kjo tregon thjesht prejardhjen e tij njerëzore. Kur themi biri i Perëndisë, kjo tregon thjesht prejardhjen e tij hyjnore. Kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Kur Jezusi thot, ati është më i madh se biri, ai po thot në fakt që hyjnoria është më e madhe se sa njerëzorja. Kur than kryq Perëndia im, pse më ke braktisur? Ai nuk po fliste si Perëndi që po braktiset nga Perëndia. Po fliste si njeri, duke ndier peshë në mëkatet që mbante për ne. Edhe këtu është sekreti. Perëndia nuk lutet, sepse kujt do i lutej ai, por njeriu lutet. Edhe Jezusi në natyrën e tij njerëzore u lut, ashtu si hëngri, piu, agjëroi, punoi, ai edhe u lut. Edhe kjo nuk është një kontradikt, kjo është një mrekulli. A të ndihmon ty ky shpjegim për të kuptuar natyrën njerëzore dhe hyjnore të Jezusit? Nëse po, nëse jo, më shkruaj më poshtë. Zoti bekoft.